Selam aleikum, thot. A ka mundësi me ditë hoxha? Çfarë gjinie ka me pas fëmin? Mos u habetni me këtë pyetje se kjo motër për fatin e keq të saj ka shku te një mashtrues që shitet si hoxh, edhe ai ka thonë ki me pas jo djalë, jo vajzë, kështu me radhë. Ne i themi, nuk e di hoxha këta. Veç Allahu Gjaleshanu e di, pastaj për gjinin e fëmis, e din ginekologët, mjeket, masi fëmija të përcaktohet gjinia ti, me aparatet caktuara mundën me ditë. Ama hoxha që shtiret si hoxh, a i veç autotre. Edhe ti që shkon atje, te ai mashtrues, edhe ti ki gjuna, që shka edhe ai gjuna. Para me nda, çfarë situate, me shku një burë me grune vetë, hoxh mashtruesi, që ke ardhë, thot kom ardhë, me këshyr gruja ka me lind djale vajzë. Subhanallah. Pasha Zotin, nga mërzia, nga habia, po vjen me kesh. La ilaha illallah. Unë nuk po çuditëm shumë me atë mashtruesin, sa ai ti merr një 20-30 euro, 50 euro. Unë po çuditëm me këtë popull. A thua ka provu dikuj me qit bar e me hongër? Nuk e di. A kemi rrinë këtë gjendje? Që çdo sen që ka na thuhet, çdo kush që del me disa budallët që na mi besu. Jo bre, vallahi nuk e meritojmë këta. Nuk kemi popull analfabet deri në këtë drejgje. S'po di.